u ktheva. Zoti Berisha, mund të na konfirmoni I me ka keni të komunikuar gjitha. si vendim? I ka tani gjërsa jam këtu, do thot kam patur komunikim zyrtar, se për ndryshe po. Me zonjën Banhorn, ju lutem? Nuk ka, për gjërsa jam këtu, unë kam patur komunikim zyrtar. E gjitha çka mund të them, unë u ktheva. Është non grata vetëm për ju apo për gjithë familjarët? Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Jeni sigurt. Ka qenë se kemi njoftim me Blinkenin, zoti Berisha. Prit, jo, prandaj dhe, qofse don tani, unë po them. Sali Berisha nuk ka qenë kur non grata. Kur. Ka patur një sankcion vizën. Pra nga sot ju mund të lëvizni i lirë në Amerikë, ju dhe Tani edhe një herë, se ti nuk e ke gabim që pyet, sepse kundërshtarët e mi e quajtën non grata, po edhe unë nuk është se e kundërshtova. Ka qenë një sankcionim për ju dhe familjarët tuaj për si minim demokracie, për qenë korrupsion atë kohë Ka qenë edhe një herë, ka qenë një ndalim hyrje për ato arsye që thuatin Shtetet Bashkuara. Po, sot është e hequr për të ju dhe familjen tuaj për vetëm për ju. Sot unë them u ktheva. Mirupafshim, u ktheva.